Rreshjet e shiut që kanë përfshirë orët e fundit vendin ton ka sjellë problematika dhe në disa segmente rrugore të qytetit të Vlorës. Si pasojë e intensitetit të rreshjeve, në disa akse dhe rrugë dytësore është konstatuar prezencë e ujit, duke krijuar vështirësi të përkohshme për qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Megjithatë, situata po monitorohet nga afër, menjëherë pas nisjes së rreshjeve, ndërmarrja ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, në bashkëpunim me ndërmarrjet e shërbimeve të Bashkisë së Vlorës, ka kaluar në gjendje gatishmërie. Ekipe teknike kanë dalë në teren për të monitoruar situatën në kohë reale, si dhe për të ndërhyrë konkretisht në pikat problematike, në të cilat është evidentuar nevoja për pastrimin dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimeve dhe tombinove. Sipas burimeve zyrtare, puna në teren vijon pa ndërprerje, me qëllim garantimin e funksionimit normal të infrastrukturës dhe minimizimin e pasojave nga rreshjet e shiut. Ndërhyrjet janë fokusuar kryesisht në zonat e njohura për risk të shtuar për përmbytje të përkohshme, për shkak të kapacitetit të rrjetit apo hedhjes së mbetjeve urbane në kanalet kulluese. Nga ana tjetër, sinoptikanët parashikojnë se edhe në orët në vijim do të shoqërohen me rreshje shiu, të cilat në disa momente pritet të jenë me intensitet të lartë. Në këtë kuadër, autoritetet vendore u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin parkimin e automjeteve në zonat me risk të lartë dhe pranë kanaleve kulluese, si dhe të jenë vigjilent ndaj çdo situate që mund të paraqesë rrezik. Gjithashtu, qytetarët këshillohen të respektojnë thirrjet dhe udhëzimet e autoriteteve, si dhe të raportojnë në kohë çdo problematik që mund të konstatojnë në lagjet ku banojnë, në mënyrë që ndërhyrja të jetë sa më e shpejtë dhe më efektive. Në gjendje gatishmërie ka kaluar edhe hidrovori kryesor i qytetit të Vlorës, një nga pikat kyçe për menaxhimin e ujrave të shiut. Sipas informacioneve zyrtare, 3 pompat e hidrovorit kanë qenë në gjendje pune të vazhdueshme, ndërsa deri në orët e mesditës, prurjet e ujrave kanë qenë në nivele normale dhe të përballueshme nga sistemi aktual. Drejtuesit e hidrovorit theksojnë se një nga problematikat e vazhdueshme mbetet hedhja e mbeturinave në rrjetin e kanalizimeve nga qytetarët të papërgjegjshëm. Këto mbetje shpeshherë bllokojnë kanalet dhe pengojnë funksionimin normal të pompave, duke rritur rrezikun për përmbytje, sidomos gjatë rreshjeve intensive. Aktualisht me 3 pompat në punë, hidrovori është në gjendje të përballojë situatën dhe të menaxhojë prurjet e ujrave nga rreshjet e shiut. Autoritetet sigurojnë se situata është nën kontroll, por kërkojnë bashkëpunimin e qytetarëve për të shmangur hedhjen e mbetjeve në kanalet e ujrave të bardha. Ndërkohë, në vijim pritet që hidrovori kryesor i qytetit të Vlorës të përfshihet në një investim madhor. Ky projekt parashikon ndërtimin e një godine të re, si dhe instalimin e 4 pompave të reja me kapacitet më të lartë, me qëllim përballimin e çdo situate që mund të shfaqet si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut në të ardhmen. Ky investim pritet të rrizë ndjeshëm sigurinë e qytetit ndaj përmbytjeve dhe të përmirësojë menaxhimin e ujrave, duke i dhënë një zgjidhje afatgjatë problematikave që janë hasur ndër vite gjatë sezonit të rreshjeve. Me përfundimin e këtij projekti, Vlora do të jetë e përgatitur për të përballur situata të ngjashme në të ardhmen.